Një nga vendet më të bukura në Shqipëri, manastiri i Zvërnecit. Kjo është ura klasike e cila në çdo Instagram, në çdo postim, në çdo videoklip mund të gjendet. Është ura ndërtuar në vitin 1994 deri në vitin 1994 mbritja këtu. Si jeni mirë? Si kalot? Si keni qenë? Mirë? Si a qut? Mbritja këtu bëj vetëm me varg. Varga nisej nga platforma atje tutje për në ishullin e Zvërnecit. Janë dy ishuj në fakt. Mund t'ju tregoj këtu dhe pastaj do ecim drejt ishullit. Është ishulli i madh me pyllin e jashtëzakonshëm me pisha. Është ishulli i vogël ai atje. Më pas vjen pylli i hidrovorit, pylli i Pishporos. Vazhdon laguna e Nartës deri në fund ku në vijën e bardhë shihni kriporen e Vlorës, aty ku është Alp Sale. Manastiri ka dy debate nëse është ndërtuar në shekullin e 10 apo të 12, kisha e manastirit, se manastiri është më i vonshëm. Më ngelen këpucët. Kemi gjithë ditën që merremi me xhirime, po kështu ndodh. Tani shumë interesant sepse manastiri e ndërtoi këtë urë me ndihmën e një fondacioni gjerman në vitin 1994-96, mos gaboj, tani mund mos jem shumë i saktë, dhe ishte dizenjuar nga një arkitekt i asaj kohe për të qenë jo një urë e drejtë, pra që vinte drejt për drejt, por një urë e gjarpëruse, ndërkohë që në pjesën përballë është moli prej nga niseshin barkat e peshkatarëve të lagunës. Peshkatarët e lagunës janë rreth 20-25 familje të zonës së Nartës që rrinë këtu, që merren me peshkim. Gjithashtu, në kodrat rrotull mbillet rushi i famshëm që prodhon verë narte. Vera nartës, verë e ëmbël, në formën e një lloj mushti, është shumë e famshme, thash, ka qenë shumë e famshme në Shqipëri. Mu tha goja. Dhe ende sot vijon të mbetet një nga produktet e preferuara lokale. Ishulli është i vogël, manastiri thash është ndërtuar shekullin e 10 ose të 12, do hy brenda t'ju tregoj më me vëmendje. Kjo është pjesa e urës së manastirit. Moli tani ishte shëmbur i gjithi, ishte shkatruar, uji është i ëmbël dhe përzihet me ujin e kripur që vjen nga deti përmes dy kanaleve, kanalit të Dalanit këtu dhe kanalit të madh të Pishporos në anën tjetër. E gjithë zona është shumë e vizitueshme, është ndër atraksionet më të vizituara të Shqipërisë. Në vitet e komunizmit, ai shërbeu edhe si vend internimi, Zvërneci, shërbeu si vend internimi në atë kohë për njerëzit të cilët kontestonin regjimin komunist dhe ishte një problem. Shumë prej tyre u mbajtën të internuar në Zvërnec për një periudhë të gjatë kohe dhe më pas ishte repart ushtarak. Në vitin 1967, kur kishat dhe xhamiat u mbyllën, gjithçka u kthye në një repart ushtarak. Këte i sipër kemi zonën e Panajas, një zonë shumë e bukur, edhe kjo zonë turistike, ndërkohë jam duke shkuar drejt zonës së manastirit. Kisha qendrore është e shekullit të 12, pretendojnë, ka të tjerë studius që thonë të shekullit 10, Aleksandr Meksi thotë të shekullit 12, të shekullit të 13, pra viteve 1200, është një kishë 800 vjeçare, brenda të cilës ndodhet dhe një varr i famshëm i një prej prizve të kohës, pra prizve arbër të kohës, paktën kështu thuhet, duhet ta shoh më me vëmendje. Brenda manastirit është dhe zona e kurrin, pra e dhomave që shërbejnë për kishën, për kamping. Kjo është dera hyrëse, dera kryesore hyrëse e manastirit. Ja dhe varkat, janë varkat tipike që shërbejnë për peshkimin. Të dhe tregoj më interesante. Kjo është varka që shërben për peshkim, shihni dhe rrjetat. Ndërkohë forma klasike e peshkimit është ajo më e vjetra e mundshme. Është një formë peshkimi e viteve ndoshta 2000 vjeçare. Kjo është pjesa e manastirit.
Manastiri është vendosur në pjesën lindore të ishullit. Këto janë godinat e kishës. Përballë është vetë kisha, që ta dini, kisha ka qenë vetëm në këtë pjesën qendrore të saj. Pra vetëm pjesa dhe ka formën e kryqit. Si e? Mirë si kalon. Ndërkohë që në Varreza ndodhet, në zonën këtu, edhe varri i Marigo Pozios, gruas që qëndisi flamurin kombëtar, po hy një moment që të kthehem pastaj aty. Ky është hajati i jashtëm, zakonisht tu merret një qiri dhe vendoset një qiri dhe kjo është pjesa e brendshme e kishës. Tani më thotë që mos hy me kamera, ta tjetër e Varrezës. Dhe gjëja më interesante është varri i Marigo Pozios. Kjo është pjesa e kishës që ka qenë prezente që më parë. Pjesa e vjetër e kishës. Po të vish në pjesën e sipërme, dallohet edhe më mirë, është kjo këtu. Kisha ka qenë deri në këtë pikën këtu. Kaq ka qenë kisha e parë, deri këtu. Gjithë pjesa tjetër e kishës manastirit është shtesë, ndërkohë që aty është dera që të çon në pyllin e ishullit. Pylli i ishullit është shumë i bukur. Dhe kjo është pjesa e varrit. Ky është një varr i vjetër, shumë i vjetër, i një vajze të një doktori nga Durrësi, e dërguar në manastir ndoshta në shekullin 19. Ky është varri i Marigo Pozios, e cila asnjëherë nuk është marrë vesh tamam kundër jetë. Ai ishte nga Korça. Ndodhej në Vlorë e martuar dhe në natën para pavarësisë, pra para 28 nëntorit, ndërkohë që pritej të bëj korumi përfaqësuesve nga gjithë Shqipëria, ajo qëndisi thuhet flamurin kombëtar dhe thekët e tij. Flamuri vetë, si flamuri ishte sjell nga pjesa e bashkësisë shqiptare të Rumanisë, nga Spiridon Ilo, i cili e kishte sjell më pas flamuri ka qenë i thjeshtë si ky, u qëndis i gjithi. Këtej tani është pjesa tjetër e manastirit dhe është një pyll goxha i madh që vijon në këtë drejtim. Në anën tjetër fare të pyllit, pra në anën matan, ndodhet kisha e vogël e manastirit. Kisha e vogël është shumë interesante. Është ndoshta po aq e bukur sa kisha e madhe, por pyllin mund ta tregoj vetëm duke u afruar këtu pak dhe pastaj ta mbyll. Ky është pylli.